Përshëndetje dhe mirë se vini në Mesdrit. Ja ku takohemi dhe sot së bashku me energjinë më të mirë të mundshme. Në fakt mund kemi pak orë gjumë për shkak të prajmit të natës së kaluar së Fermës Pi, por sërish ka një energji të mirë mes nesh dhe uroj shumë të reflektohet edhe tek ju. Si do të ketë nisur dita, uroj shumë dhe më ka pëlqyer ajo kohë kur ne nisnim programin. Uroj shumë që kafja të ketë qiuar shumë, rrugët i keni gjetur pa trafik, edhe kudo ku keni shkuar, keni gjetur një buzëqeshje të madhe. Edhe sot unë, Suriani dhe Florenca, kemi vetëm një dëshirë të jemi shoqëria e denjë televizive për gjithë që na besoni vëmendjen tuaj. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Paç një super ditë. Faleminderit shumë. Uroj të jetë një ditë fantastike edhe për ty dhe për gjithë publikun që vendos të na shohë, të na ndjek çdo mëngjes nga ora 10:05 deri në orën 13. Nuk e di, por paktën në perspektivën time, kjo ditë e martë me ndjesinë e një të premte korriku. Jemi në qershor, nuk është as e premte mbi të gjitha. Duket sikur temperaturat na orientojnë drejt një gjendje tjetër emocionale, duket sikur jemi të gatshëm vetëm për të notuar apo për të ngjitur male. Gjithsesi, Shqipëria është një vend që i prek dhe i ka të katë rastinët, duhet të jetojmë, por nga ana tjetër duhet jemi edhe në krye detyrës aty për qenë paktën unë dhe Alma pranë publikut dhe secili prej jush në punët tuaja respektive. Urojmë shumë të jeni shëndet plot, sepse ky kondicioneri po na merr në qafë kohët e fundit, paktën këtë kemi konstatuar. Jini të kujdesshëm me veten, kujdesuni për shëndetin, për familjarët tuaj, sepse do keni kohë edhe për pushime. Mos u frymëzoni nga fjalët dhe gjendjet personale shëndetësore që unë dhe Alma kemi ndonjëherë. Mirë, nisim? Sot kemi një ditë shumë, por shumë të veçantë, siç edhe keni kuptuar, ditëlindjet e binjakëve ka nisur dhe sot një bukuroshe shumë e çmuar për të zonjën e shtëpisë, zonjën Florenca, bën 9 vjeç, kështu që i themi mirë se vjen Florencës dhe Isabel. Mirëmëngjes. Edhe 100 të bëhet, edhe 100 të bëhesh dritë të vogël. Isabel, gëzuar ditëlindjen e vogël Isabel. Sa vjeç bëre ti sot? 9 vjeç. I urrite? I rritur shumë. E mbajmë vetëm kur ishte 2 vjeç? Nuk e mbaj mend. As ne nuk e mbajmë vetëm kur ishte 2 vjeç. Isabel e bërë shumë e bukur sot. Faleminderit. Ke një urim ti nëna? Ke një urim për të vogël, se bëhet e vështirë tani ti gjesh fjalët. Po, unë ju them të gjithëve mirëmëngjes, paçi një ditë shumë të bukur, edhe pse është e martë, qoftë një e martë e bekuar. Unë i uroj Isabelit të bëhet një vajzë e rritur, e mençur, të studioj, të mos i ndaj librat dhe fati qoftë me të. Sa dashuri. Edhe qindra për të bukurën Isabel. Do ndihmojmë nënën sot? Po. Do ndihmojmë nënën sot. Si je në kuzhinë ti, Isabel, ditë gatuash? Po, ditë Florenca gatuaj. ka thënë që po. Po, gatuaj edhe me mamin. Gatuan dhe me mamin. edhe Si me mund të ishte ndryshe? Mirë. Bukur. Hajde Isabel. Tani, Florenca, si e zonja e shtëpisë, sot ke edhe 3 ndihmës të vegjël shumë, të cilët janë të gatshëm për të të dhënë një dorë ndihmë. Çfarë do gatuash sot? Çfarë punoni? Punojmë kuzhinë. Ndihmës kuzhinier unë personalisht jam ndihmëse, jam në test. Tani, për Isabel, besoj tortën e keni bler edhe do ja jepni pak më vonë. Patjetër. Okej, pra kjo është arsye pse nuk kemi ëmbëlsirë ditën e sotme. Çfarë kemi sot, Florenca? Forgesme. Sot them drejtën e kishim të paracaktuar. Sot kemi fërges me speca. Fërges me speca Mërjaku. Tirana ka shumë të mira, po një ndër to është fërgesa tiranëse. Po. Meriau. Por ne i kemi bërë edhe biskotat e Isabelit, i kemi bërë edhe janë shumë të mira me çokoladë, ja kemi bërë edhe tortën, të gjitha, nuk i kemi lënë gjë mangut, Po neve na ndonjë ëmbëlsirë? Po patjetër. Patjetër. Mami, që ka për mami Sara, që e përshëndesim me shumë dashuri dhe hëngra një biskot, por e hëngra një biskot, po ku i gjete mor Syrian, ku i gjete? Alba është nuhatja, unë në orientoj me nuhatje, as me sy, as me vesh. Ai nuk lë dere dollapa hapur. Prandaj dhe unë sa kështu kërkoj diçka në këtë kuzhinë, pyes Syrianin, pastaj Florencën. Tani. Mami Sara do lupshin duart. Unë do doja shumë që Isabel sot na tregoj se çfarë ka vendosur nëna përpara për të gatuar këtë fërgesën. Çfarë tregoj Isabel, çfarë janë këto? Na i thuaj. Hajde. Këto janë speca. Speca jeshil. Kjo është më gjis, po duket. Gjis, ka fërges pa gjis, po.
Patje? Lëng domatesh, domate që do I grim më vonë. Po, këto çfarë është? Si lexon? Këto janë salcice di mal. Salcice di mal. Wow! Jeni okay? Bravo, Dhe Isabel, gati për të nisur detyrën tonë. Syriani, Xhaxhi Syriani, na ndihmon gjithmonë në këtë moment që ne të kemi tabelën tonë të Mendelejevit, që është në fakt treguesi se çfarë na duhet nga sa për të gatuar. Ta lëm ta bëj Xhaxhi Syriani? Ta lexoj Xhaxhi Syriani. Na, natriumi, klori, jodi, mirë. Përtej Mendelejevit dhe kimia klasa 7, që në fakt na duket shumë larg nga sot që flasim. Gjithsesi e rëndësishme është që mësuesit, mësonjësit tanë kanë bërë një punë të paqme dhe na I kanë indoktrinuar këto dije që edhe pse kanë kaluar 20 vite, ne nuk I harrojmë dot. Kështu që një përshëndetje për gjithë mësuesit e jetës. Për të përgatitur, Floren thash ç'ke bër, po si sa ngushtë është. Unë tash mund do t'jo syt. Atë për të bërë fërges me domate, speca dhe sallam bavarez dimal na duhen 500 gram speca, 4-5 domate, 100 gram sallam bavarez dimal, 150 gram ricota ose njomës, vaj ulliri, majdanoz, rigon dhe krip dhe kështu realizojmë fërgesën Tironse Meriahu. Një nga gatimet më të thjeshta, por me shije fantastike. Isabel, si theti për Xhaxhi Syriani, çka ka mbjell ai, ka mbjell ne të tham çka ka mbjell? Xhaxhi Syriani ka mbjell flokët. Xhaxhi Syriani ku rriten tani ishte më keq. Dgjoj, po si mbjellen flokët? E diti si mbjellen flokët? Si mbjellen qepët mi? Po, një soj. Në fakt, më bëri dikush, një nga ndjekësit tanë, një mesazh të kaluar, më tha, po nuk ishte nga të mesazhet me tendenca të mira dhe pozitive, përkundër, se më tha, Syrian përshëndetje, po pse më bëj kështu si gjysht? Edhe I thash, kam një flokët, I thash, kaq, është gjithë proces, dhe sa më rritë ka qurela. Ne do t'i lëm një qik vënd nënës, pra është pak nga Xhaxhi Syriani, di që mbase nuk po të lëm shumë hapësirë, po nëna do nis nga puna dhe ne do ndihmoj. Mirë, jemi gati? Do ne të bëhemi të mërzitshëm, ti do na thuash, mirë? Edhe unë do ta bëj fërgesën sipas traditës së vjetër, se ka mënyra pafund. Ka me speca të grira, prindrit tanë, gjyshrit tanë e bënin kështu specin të plot. Specin e plot të pagrir? Të pagrir. Të pagrir, I hedhin pak krip se cilit nga specat, është shumë e rëndësishme, ja kështu. Okej. Është shumë e rëndësishme, sepse shia merret qysh në fillim. Është si puna e peshkut, që nuk po I hedh krip që në fillim, hidhi sa të duash peshkut krip, ai nuk merr shije. Edhe specat këtë rol kanë kur I hedhim krip, e kanë shijen fantastike, edhe pra specat e plot thjesht u hedhim kripën. Risia në këtë recet është përdorimi I llukarnikut fshatit nga dimal, ose sallam dimal, për ata që ndoshta nuk do përdorin, nuk bëjnë fërgesën verore tipike. Kjo është një fërgesë e cila e ka dhe produktin. E kemi shtuar ne për të bërë një recet më të përparuar ose më të zhvilluar. Më avangard. Më avangard. Aprovon Isabel? E shtojmë produktin, e shtojmë dimalin, pra. Çfarë tjetër do bëjmë, Florenca, te kjo receta e vjetër? Dimali në këtë rast e zgjodha jo më kot, është me mish viçi dhe është edhe me mish derrje. Janë të dy mishrat e përzier aty, por në sasira shumë të vogla është mish I derrit, por që është aty. Dhe me erza natyrale. Po, dhe me erza natyrale. Tani do të ndezim këtë vatrën tonë. Po. Edhe bëhemi gati, unë kam hedhur vaj ulliri, po jo atë vajin e ullirit të përpunuar, me qënë se vaj do qëndroj aty, nuk do të heqim, në temperaturë mesatare do t'i skuqem specat avash. Dhe do t'i heqim që aty, do t'i vendosim në një enë, dhe pastaj do të hedhim domaten, dhe domaten do t'a lëm të vloj pak, dhe pastaj do të shtojmë rikotën ose njomzën. Në fund fare, si pas dëshirës tuaj, hedhim majdanoz. Unë e kam shtuar majdanozin për dekor dhe për pak aromë. Ka plot veta që fërgesën e bëjnë dhe me hudhra. Ne nuk e përdorim me hudhra në këtë rast.
Kështu që meqense kemi shtuar sallamin dimal që ka erza vetë brenda, nuk kemi pse të teprojmë duke shtuar erza të tjera. Pra hudrën e lëm jashtë, specin e plot, edhe sekreti ynë është lukariku i fshatit Dimaj. Tani, Lorenca, që ti të marrësh kohën e dur për të nisur nga puna, ne do shkojmë me njërë bashkë një insert që do të prezentoj Isabeli. Është një insert për domaten. Do të aftosh publiku që ta ndjeki? Si do ta bësh prezentimin? Hajde të dëgjojmë pak. Kemi edhe një qikë trup, s'ka gjë. Ndjekim një insert. Çfarë? Ndjekim një insert për domate. Ndjekim një insert për domate. Dhe kthehemi pas pak. Shemi pas. Gjithmonë kur Domatja është një nga perimet më të përdorura në kuzhinë, edhe pse nga ana botanike konsiderohet frut. Ajo ka origjinë nga Amerika e Jugut dhe sot përdoret në pothuajse çdo kuzhinë të botës, në sallata, salca, supa dhe pjata të ndryshme. Domatja është shumë e pasur me vitamina, sidomos vitamin C, vitamin A dhe antioksidantin likopen, i cili i jep ngjyrën e kuqe dhe ndihmon në mbrojtjen e zemrës dhe trupit nga dëmtimet qelizore. Konsumimi i saj lidhet me përmirësimin e shëndetit të lëkurës dhe sistemit imunitar. Ajo mund të konsumohet e freskët ose e gatuar dhe në formë salce është një bazë e rëndësishme në shumë receta mesdhetare. Domatja është e thjeshtë, e shëndetshme dhe shumë e dobishme në dietën e përditshme. Ja ku jemi bashkë, u bëm bashkë gocat. Goca e ditëlindjes edhe gocat shëntetore kanë ditëlindjen. Tani afër kemi Syrianin që feston. Bukur. Kemi këtë djalin këtu. Çfarë mendon ti Syrianin e Syrianit për ditëlindje? Një falë syze të reja. Syze të reja, jo sa të shtrenjta ato, si diçka tjetër. Mund t'i blej një baba për herë të parë. E po atëre kështu ndoshte martoheshin herët sepse duonin të ishin krah familjes. Donin të shtonin familje. E mirë bënin. Syrian, teksa ju po... Ju bëra si shok, Sot ju bëra 26 e 23. Unë dhe Isabeli vendosëm çfarë do të blejmë për ditëlindje ty. Do të blejmë një makinë lodër. Dy bashkë? Po, bashkë. Do dini secila nga një gjë veç e veç. Po, një makinë lodër. Isabel ti mos u shpenzo shumë, sepse di që ke ndoshta financa të kufizuara, siç duhet i kesh, sepse je thjesht 9 vjeç sot, ndërsa Alma që ka financa të zgjeruara, sepse është 30 vjeç sot, do blej diçka tjetër. Mirë? Po, edhe nëna e ka menduar. Po, nëna po. Edhe nëna e ka menduar çfarë do të blej. Nëna është sipërmarrëse, mua më tjetër. Nëna na bëj gjithë në gjë të bukur. Tani, Isabel, po ty çfarë i kërkon nënës sot për ditëlindje? Ja ke kërkuar dhuratën? Nëna më për dhurat do më bëj vesh, do më shpoj veshet. Do më blej një bukur. Te vatët është puna. Çfarë vësh i bler? Në fillimisht tani do t'i shpojmë veshët dhe do t'i vëmë ato vatët që vendosen kur shpohen veshët. Ato provizorët. Pastaj nëna do t'i blej vatë të mirë që të mos e shqetësojnë Isabelin. Lori. Po patjetër. Shi. Po patjetër. Prandaj s'kemi lekë për Syrianin. Ju thash që zonja Florenca është sipërmarrëse, nuk ka këto probleme. Po jo, po pse Isabeli për herë të parë po i çpon veshët, kështu që çdo gjë kur është për herë të parë duhet vlerësuar. Sigurisht. Syrian, nuk ke nevojë, makinën e ke. Sa kujdes më është nëna. Disa të mia materiale i ke, nuk ke ndonjë gjë që të duhet për herë të parë, apo ke? Mua. Ka. Jo, i marrë për 2 dhe herë 3 të problem. Do të i ke problem deri në një moshë të caktuar edhe do të gjëra të reja. Pastaj, kur e kupton se ditëlindjet funksionojnë ndryshe kur rritesh, që më mirë është të të blejnë gjëra që ke nevojë edhe vërtet ashtu. Patjetër. Disa gjëra që edhe mund mos i përdorësh, edhe nuk e nderon ato që ta ka dhuruar gjën, sepse mund mos e përdorësh. Kështu që më mirë i diskutojmë, bëjmë një mbledhje paraprake, diku nga 1, 2, 3 korriku. Detyrimet financiare. Aty dhe pastaj flasim se shpenzojmë që shpenzojmë, ti shpenzojmë lekët me një gjë që të kënaqet tjetër. Që e ta vendos, e ta vesh, edhe momenti që ne takohemi thosh, po ja, ku e ka këtë gjën që ja kanë bërë për ditëlindje. Pra që fort për të likuar. Ja këtë bëzylyku jorë, e i harit,
Floririt për shembull. Këtë ma ka bler Alma, e zëm. Isabel, do nuk do t'ja marrim vërtet Xhaxhi Syriani, por ai gjithmonë para ditëlindjes ka ëndra. E zëm, gjithmonë e zëm. Gjithmonë e zëm. Tani, duke qenë se specat në gatim janë të zhurmshëm, si ca njerëz e dim si funksionon. Se gjithmonë bëjmë kreativ. Keti Isabel, në një shok të zhurmshëm, që bëjnë shumë zhurmë? Kam një, por shqyr që iku nga klasa se e mbaroj shkollën herët. E mbaroj shkollën herët? Nga ka që e mbaroj shkollën herët? Shumë i zhurmshëm, ha? Edhe ka ardhë në mes të klasës parë, dhe ka bërë zhurmë gjithkohës. Gjithkohës. Shqyr që iku, thua ti. Mos i lënd perëndia njerëzit pa njerëz të zhurmshëm. Janë ata që japin hare, japin gëzim, japin ritme tjera, klasës, punës. Mirë, shkojmë tek horoskopi ditor, se prandaj po thoshta në përshtypjen, apo jo? Po, doja shumë të bënim një shkëputje të shkurtër për të mësuar se çfarë ndodh me shenjat, duke qenë se jemi dedikuar totalisht në përgatitjen e specave dhe është koha më e gjatë që merr në gatim kur zgjedhim të bëjmë forgesë, kështu që ne diskutojmë njëri tjetrin çfarë do blejmë në ditëlindjet e ardhshme. Ju ndiqni horoskopin ditor dhe kthehemi vetëm pas pak për të vijuar me recetë. Ndroni me ne. U kthyem të katërt sot, 4 muskëtierët e mesditës. Disa mirë u bërë si largohet. Shiko si largohet Syriani. E di pse largohet, e ka një hap me avullin. Po. Çfarë i bën avulli Syrianit? E di këtë ftyra. E di këtë ftyra, po pra, edhe Lena di këtë ftyra, po i ka syze. Po dhe i bën syze të avull. E pra. Po ai ka syze të shtrenjta, ai ka avulli për njerëz, pastrohen vetë. Me Isabeli argëtohet jashtëzakonisht shumë kur ne bëjmë shaka me Syrianin. Por gjithsesi, syzet e mia nuk e zhbëjnë faktin, do shpojnë i xhepash për ditëlindjen. Jemi përgatitur. Sulmi, jemi përgatitur dhe kemi zgjedhur veshje pa xhepa. Sepse unë nesër është 10 qershor dhe hy në atë muajin tim, në ciklin tim. Që nesër fillon ti? Një muaj. 10 dhe pastaj nis numrimin mbrapa. Nga nesër duke nis numrimin mbrapa. Po mirë, dëgjoj. Shtu e ke numrimin ti? Po, 10 qershor me 10 korrik, një muaj. O, Alma, po mirë, ky ngeli duke na kërkuar, po ky çfarë do na bëjnë neve? E pra. Pastaj, nga 6 shtatori në 6 tetor nis Alma, dhe pastaj nga 16 shtatori në 16 tetor nis ti. Si mbaj mend. Po ky nuk e di çfarë është ky djalë, nuk e di domethënë. Pra secila prej jush ka muajin e vet. Mos u shqetësoni, lini muajin tim. Është muaji yt që joje ti botrori edhe madje edhe futbolli do vi i dyti dhe i treti në planin ton përpara ditëlindjes. Faleminderit shumë. Edhe çdo gjë që mund të ndodhi. Faleminderit shumë. Ç'të bëjmë ne tjetër? Ku të gjejmë ne një koleg tjetër si ty? Vërtet sa bukur kjo. Jam shumë e sinqert. Mos ditën e sotme herë që ke qenë vetëm me gjudashurie. Faleminderit shumë. Ku të gjejmë një koleg tjetër si ty? Kam Isabel. Gjejmë do një koleg tjetër si ty? Jo, ku ta gjejmë një? Pikë si ky. Ku ta gjesh një koleg tjetër si Xhaxhi Syriani? Si Xhaxhi Syriani, ta vazh dhejmë. Të përqafoj pak. Ke leje ta përqafoj. Bukur. Tani që e kemi këtu kolegun, Xhaxhi Syrianin, edhe Isabelin, edhe Florencën, tani nëna do na tregoj se çfarë po bëjmë ne për forgesën. Po skuqim specat, Isabel, kështu që ta mësosh me këtë rast, se je komplet në të gjithë procesin. Kemi grirë domatet, i grim gjithmonë në blender dhe forgesa bëhet e mirë gjithmonë kur kemi domate të mira dhe të freskëta. Se ka disa njerëz e bëjnë forgesën dhe me salcë ose me domate të konservuara, por lezetin forgesa e ka me domate të freskëta, prandaj bëhet në këtë stinë sa më mirë që të marrim shije sa më të mira. Pastaj, pasi të kemi gatuar edhe domate që duhet të zjenjë pak ato, të zjenjë, të marrin atë pjekjen përfundimtare, do t'i hedhim njomzën ose rikotën, ne kemi në këtë rast rikota, dhe do të fusim, kur të zjenjë dhe ato, do të marrim specat që i skuqim, do t'i fusim brënda. Ndërsa, me qënë se ne kemi marrë tani salamin dimal, ose lukanikët në këtë rast, do t'i skuqim më vete, do t'i presim copa dhe kush të doj në pjatën e vetë, le të hedhi salcicet dhe t'i konsumojmë. Po të duan, le t'i hedhin dhe aty të zjenjë, por që të provojnë shijen e forgesës,
ta lejnë ashtu më vete, dhe këto i lej më vete, dhe kush do t'i bashkoj të dyja shihet, lejtja bëj. Okej? E mësuam recetën? A themi dhe njëherë bashkë? Jemi mirë Hajde, tuaj një Isabel. Hajde Isabel, tuaje. Nuk e baj mund. Ashton. Aspi, nuk e faj. Jo, Isabel, tuaj aq sa mban mend. Më mban mend speca, salami dimar, domate, gjizën dhe... Më zanë majtanote edhe kripën. Bravo, e bani shumë mirë atëherë. Falënderi që ma rikujtova dhe mua, sepse dhe unë e humba pas. E disa haron, Gjogji Syrian, haron shumë. Harraq, jam harraq. Dhe ta Alma këtë bën, i kujton her pas herit çfarë harron. Ja kujtoj si thua, ta kujtoj? Po. Ta kujtoj. Kujtoj e gjithmonë që mos harojma. Si? Kujtoj e gjithmonë që mos harojma. Po do ta kujtoj gjithmonë që mos harojma. Tani Një gjë harroj ai se si gatuam ne bashkë sot. Isabel, çfarë do bësh ti Isabel tani? Tani do grip domate. Do grim domate. Pita, afrojmë pak Isabeli se ka larg aty. Bravo, Prit një minutë, ti je sigurt? Mirë ti Isabel. Forca, çoje ke turbo. Ke tjetra poshtë, aty. Bravo Isabel, mjafton. Jo, po thonë fëmijët nuk ndihmoj. Sot na nxori dhe në pension Isabel. Nuk di vetëm Alma ta bëj këtë frullimin. Këtë e bëja unë Syrian, lëvizje pak të shumë e lutem. bukur, ë? Është shumë e bukur. Shumë qef. Tani çfarë bën Gjogji Syriani? Mëson të shka pakun. Shiqyr që e kemi Syrianin për këto gjëra. Kavanoza, hap shishe uji, ngri këto peshat e rënda, pastron dhe një xham. Pastron dhe një xham të lartë ose Po, more. ndo një merimang që se mbrin do të Dhe një dërim llape. Po kështu duhet bëjnë, çfarë bën babyt? A bën babyt punë shtëpi? Unë di që babyt e ndihmon mamin. Po. Ndrën dhe dritat se në kanë ikë gjithë dritat. U kanë ikur gjithë dritat? Nuk punon. Nuk punoj. drita. Po Babi e shiqyr bën. na i rregulloj. I rregullon babi. Po çfarë bën babi tjetër? Babi pastron edhe heq mirëmangat që na vinë Ja, mur. pra. Edhe mizat i vret direkt. I vret direkt miza. Me aty. Syrian, miza nuk e vrar deri më tani. Po hapi duart dhe vrite. Hapi. Po, bëra unë kështu, pra, po, i raha duart, mund të formon dojnë ciklon. E besove ti këtë? Po, a nuk e ki parti atë, Supermanin me show? Apo si shek to? Jo, nuk shoh Superman. Unë besoj që ti ke Që qenë shkini princesha e vizat i Disney. morë që sheti, në qënë se jemi. Mama, unë jam fiksu, kur isha më e vogël, Po. 7 vjeçe, Po. isha fiksuar me një kukut që quhet janë dy qenu shok, Oke. vlezër, Okej. dhe ato dilnin dhe eksploronin andej, bënin misione, Okej. i kisha shumë qef. Oke, po Wingsat i ke parë? Ja, unë kësa nuk i Jemi shoh. të vjetër në Syrian. Ja, po Wingsat Tani çfarë shikon? Ku e nxin Gjogji Syriani Wingsat çfarë dalin për çdo muaj një sezon. Dalin për çdo muaj një sezon, SpongeBobin? shtua, ja Ja, mainstream. SpongeBob nuk e shoh. Tash janë të... SpongeBob është i vjetër, po Wingsat jo. Unë shoh Young Sheldon në Netflix. Young Sheldon, Shumë i bukur, më pëlqen shumë. Kam edhe 2 sezone dhe Ja, Për të mbarova. parë, jemi shumë skuadër, jemi skuadër. Izabel, një të urojmë ty shkëzuar i lindjen. Shumë e bukur. Qof një ditë e bukur për ty, uroj shumë që familja jote të të surprizoj, si që meriton, dhe jam i sigur që kështu do ndodh. Në mëngjes kur zgjova më surprizoj. Se dyshoj, nuk e Të dyshoj. Ka nisur ditëlindja. Nëna Florenca kujdeset shumë për ty dhe të përmend tërkohës. Kështu që tani ne do shkëputemi, do ikim të këndi ju në intervistave, Po? përshëndetemi bashk. Po unë mendoj që përpara se ne të largohemi, Ta përfundojmë recetën, Isabeli ta përfundojmë Po, recetën, mirë. të ecim me hapat se po shkojmë goxha shpejt, e ndërkohë të sigurohemi që Isabel të përshëndes edhe ushqyrirat e saj që i do shumë, këtë do të përshëndesësh ti, ato që nuk janë këtu sot. Doa të përshëndes hallën time, sepse sot në mëngjes më erdhi më surprizoj dhe pastaj iku prap në Astri. Au. Dhe po doa t'i them hallës, faleminderit që më surprizove për në mëngjes. Po si dashuri. surprizoj halla? Jo, isha në gjumë, Po. dhe pastaj erdhi në Po. mëngjes, Razilja, dhe më surprizoi dhe dje më dha një kartolinë. Wow, wow. Ej, shikon nga sa larg, Syrian. Tani kë do përshëndesësh? Këtë do përshëndesësh Do përshëndes Kushërirat e tua. Rainën, Ron, edhe Sofia. Aleksandrin. Edhe Aleksandrin,
Edhe kushurin tim në qoftë se po më shikon, sepse ka ikur në Itali ai me shokun e tij. Na shehe edhe atje. Po thuja emrin, thuja emrin. Tristian. Një skuadër e papardë ku Tristian bën. është moshatar me ty? Jo. Jo, është 13 vjeç. 13 vjeç, është më i madh. Sa syri? Jo, nuk ja. Sa vjeç është Syriani? 24. Ti 30. Jo, ti je më pak se Syriani, 21. Më thuaj të vërtetën, kush ta ka thënë moshën time? Ta ka thënë Xhaxhi Syriani? Po. U kur? Jo. Hajde ikim pas të Xhaxhi Syriani, hajde. Jo, as tash gjë kur, publik i dashur, ju kam juve dëshmitar. Kur e tha? Sa po e the? Sa po e the sot? Pse do ta thuash ti? A, pse quhet Ti ajo? je 40 vjeç atë. Ti je 40 vjeç. Po, ti je 40 vjeç. Këtu dhe këtu. Këtu Shumë e vërtet. Këtu dhe këtu si bie shumë e sa do ta vërtet. lëm moshën e ati? 40. Po ti Mirë, edhe ti je 5 vjeç atëherë. pra. Mirë. Dori më shumë e vogël. Dori më shumë e vogël. Po, Tani. Nënës nuk ja themi Ti do moshën. jesh 21. Faleminderit. Plus 9. Nënës nuk ja themi moshën, ë? Nuk ja zbulojmë asnjëherë. Nuk ja tregoj. Nuk ja themi nënës. Hajde ikim prapë. Edhe mal nuk i ka shkargojë. Hajde ikim te vendi. E hajde më ka bërë fotografia. Isha e re atëherë se kishte nisur sezoni. Po, ishe në Isha 29 çik. Jo, ishe në muajt e parë të 30-tave. Të 30-tave. Faleminderit që më thua prapë se ne shikon se bën ky, e shikon se më Bën shaka. Ju e bën potencuat shaka me mua gjithkohë. E pete ti parë se të nisim që ai bën shumë shaka. Shiko. O Xhaxhi Syriani, Po, do bëre shaka me Albën. A, më vjen keq, Se sot sa kanë premtoj dot. mbrojtje. Të sa premtoj dot. Florenta shpejt e shpejt. Po, mbaruam, ja. Çdo limit. Çdo limit, Të po. limiteve të vendosura nga sovrani. Ja, Po, ku jemi syri. këtu tani? Ti fillove që në fillim duke u tallë me Albën, e pash që të nxorë gjuhën duke folur. Mia tregon të vërtetën që ne bëjmë shaka. Publiku nuk e patë që që bëjt i vesh, po s'ka problem. Nuk ka. Nuk i për asnjë gjë, më beso. Fëmijët thonë vërtetën, ndjer çfarë ka shtëpia. Gjithsesi, ne gjithmonë vëllezërit e vegjël i tolerojmë. Po. Alma i mirë, shumë keq me kohën Ja, tani, e pa të dashur Syriani është shumë shikues. shakarist. Je shumë shakarist. Është çati bëjmë. Është emri i dytë ai. E ka pasë emri direkt. Pasi hodhëm domatet e bluara, i lam të gatuen pak, i hodhëm njomzën dhe specat të cilat i kishim hequr më janë të skuqura, i bashkuan bashk, do t'i lëm aty të gatuen dhe ndërkohë do merrem me sallamin Salcicet. dimal ose lukanikët dimal për t'i gatuar dhe pastaj për të bërë recetën tonë përfundimtare. Ne po ikim me shumë dashuri, kuzhinën po e lëm në duar të sigurta, sepse kemi goxha ndim dhe ne do shihemi pas pak me recetën. Me një vajzë shumë të talentuar, që do na bëj Beta Live dhe sot. Shëndroni me ne. Po. Ja ku jemi për 4 muskëtierë e mes ditës. I kemi ende Isabelin këtu dhe nëna ka gatuar bashkë me mbesën sot. Po. Ja ku jemi? Ta prezantojmë recetën? Po. Kemi bëm sot, bërë Isabel? fërgesën tonë të mrekullueshme. Sot gatuar një fërges me speca. Një fërges me speca dhe me lukanikun e dimalit. Salamin e dimalit. Bukur, i kemi bërë detyrat e shtëpisë. Po. Po. Bravo, E Isabel. di çfarë bëjmë ne në këtë moment, Isabeli, tregojmë publiku se çfarë ne blem për ta bërë këtë recetën. Kështu që regjizori na ndihmon me atë recetën që vjen nga era. Vjen receta, ndërkohë që Syriani po ushqehet para vaktit kryesor të drekës për fërgesën me domate, speca dhe sallam bavares dimal apo lukaniku siç e përdorëm ne, do t'ju duhen dhe u deshën 500 gram speca, 4-5 tomate, 100 gram salam bavares dimal, 150 gram ricota ose njomës, vaj ulliri, majdanoz, rigon dhe krip. Sekreti është shumë i thjeshtë, që nëse tregoj specat i mbajmë të plot, vetëm i hedhim krip që në fillim për ta marrë të shijen. Tani, e ti çfarë emri do vendosi sot nona? Çfarë emri? Çfarë emri? Dhe vendosi emrin tim, Isabel. Emrin tënd, Isabel. Kështu që recetën sot nona e ke vendosur emrin. Po, sot do t'ja vendos Isabel, e kam vendosur dhe her tjetër, por me qënë se ti sot ke ditëlindjen Isabel, ne do vëmë emrin tënd, se e meriton,
Pa. E meriton, si jo. E Që i meriton. nxorën flokët parë, se nuk e kishin flokët parë. I nxjerrim edhe njëri Isabel flokët parë, tani hajde, i nxjerrim flokët, bravo. Ja, kaq do bë. Dhe do shoqërojmë fërgesën tonë me sallamin dimal. Bukur. Dhe unë kam zgjedhur lukanikun, që ishte shumë e mirë. Isabela e provove Isabel ti? Pra. Fantastike. shumë. Tani, nuk e di se çfarë do gatuajmë nesër, po kjo receta sot duket shumë e shijshme dhe e ndjej që do kemi një luftë këtu për ndarje pjate. Tani bëjmë gati, si thoni, të shkojmë dhe të provojmë disa ushqime të pazakonta, por shumë larg prej këtu. E përpos kësaj keni dëgjuar të shprehjen mos i vjen nga Kina, ne jemi të detyruar. Në momente sepse atje na pret një nga qelizat të rëndësishme të mesdritës, Borjoni. Do bëjmë një lidhje të drejtë për drejtë, kështu që qëndroni me ne sepse do marrim një eksperiencë kineze. Ikëm, ju duam shumë, bashkë do shihemi nesër, të puçim shumë Izabel. Pafshim. Pafshim. Qend.